Dje e takoj një person edhe më thot, unë nuk e pyeta realisht, sepse s'është punë e mia kjo. Tha, hoxhën nderuam, tha, unë nuk jam të agjëru. Po thash, unë s'pyeta. Thash, po me që po më thu, unë s'pe kuptoj pse po më thu kështu, po okej, po më thu. A ban tash më të pyeta arsyën që? E di çka tha? Tha, kanë thonë të njerë, tha, pleqt, e njerëz të meqëm, se ai që e man familjen, ka drejt mës në agjëru. Po mi thash vlloj dashur, po në xhamin që shkojnë në kanimi veta, kemi familjen, a? Edhe kush ka thonë ty kështu? Ku e mbështetet argumentin? Edhe Zoti ka thonë. E dini që Allahu nuk e fal ata i cili shpif Zotit fjalë. E dini që ai që shpif Allahut fjalë del për se bote të vulost fatin e tij për në xhenem. Me ajetin Kur'an. Ta shoh vllai dashur. Kush e ka mësuar asaj bote me gënjeshtër asaj bote gjithmonë po me fiqafën. Kush ka hyrë në tradh të ahiretit me pralla kësaj dunjaje dhe me argumente false kësaj bote, ai ka me dalë dështuar për kësaj bote dhe ka me funduar fatin e vet. Allahu nuk ka thënë mos agjëro se ti e ma familjen. Përkundrazi, agjëro dhe bërja ka fshatën e familjes në shtëpi agjërushëm, që të rritësh shpërblimin këtë botën e përjetshme, që të ulet në sofrën e iftarit me njerëzën tane, sepse na tha Rasulullah në kohën e Musait alayhis salam, i pas ka thonë Zoti Musait, ja Musa, thot do të vjen një pejgamber i fundit me emrin Muhammed. Edhe thot popullin e tij, që po flet për neve, thot ka me i fal, edhe ka me mëshiru të hangë buk. Tha Musa, qysh o Zot të hangë buk kimi falë edhe një mëshiron? Tha dhe ku të hangë buk kam i falë. Tha që qysh? Tha sepse ullën në sofër të iftarit apo në sofër edhe ashtë të Ramazanit, edhe ka fitu bukun me halal me njerëz, edhe ullën në sofër thot Bismillah me emrin e atij që më ka furnizu, edhe ku ta përfundon thot Elhamdulillah, falëndërimi ta kanë Allahu që më ka furnizu, thot Allahu për rahmetit që ka jafshin gjunat. Musa tha o Zot, e pse së mbane mu me qeni umeti, me kanë pjesat e umeti? Allahu tha sepse për secilin umet kam çu vlera të ndryshme, e këtë vlerat e përbashkëta e kam bërë bashkë për jetën e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra vëllezër të dashur, në jetën e kësaj bote, ne do ta njohim Zotin e Madhërisëm si mbas argumenteve ai që ka thonë. Kush e ka mësuar ahiretit, ai do të më ecë në trakën e sigurt me argumente të sigurta. Mos lejoni të tjerët me marr fatin e jetës tonë në dorë me argumente falso, sepse nesër të fundosin para Zotit të Madhërisëm, e Allahu po thot në Kur'an, kur ti pyes nesër ata që dështojnë në peshore, pse keni dështu? Kanë me thonë dështuam sepse pas një kalkulu gabimisht për Zotin e Madhërisëm.